Një qendër ditore për fëmijët në nevojë pritet të çelet së shpejti në Bashkinë e Maliqit. Vendimi është marrë sot në mbledhjen e Këshillit Bashkiak me qëllim krijimin e një mundësie për fëmijët për të mësuar ushqyer e për t'u argëtuar gjatë pasdites. Projekti do të bashkëfinancohet nga Bashkia Maliq, Dorcas Albania, Misioni Emanuel dhe Këshilli i Qarkut të Korçës. Flitet për të krijuar një qendër ditore për fëmijët në nevojë, të cilët aty do të mësojnë, do të bëjnë mësimet e mbasdites, do të marrin ushqim, do të kenë një mundësi, një dritje shile, për të cilën ne mendojmë që do të jemi një suport shumë i rëndësishëm për fëmijët veçanërisht, por edhe për familje. Menduam që ta fillojmë me 20 apo 25 fëmijë, kërkesat besojnë që do të jenë më të mëdha, dhe duke parë edhe situatën, duke parë edhe mundësitë financiare, ne themi që do ta zhvillojmë këtë edhe më tej. Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Maliqit janë miratuar edhe një sër pikash të tjera të rendit të ditës, siç janë ato në lidhje me ndihmën ekonomike, dhënje ndihme financiare për familjet në nevojë, ndërtimin e një palestre në shkollën e Pirgut, plani për arsimin parashkollor si dhe bursat për arsimin profesional.